eksperienca në moderim televiziv. Si lindi ky trill? Apo ishte një përpjekje e prindërve që të bënin shumë shpejt, të bënin të famshëm, apo që ti të ka përcej ndrojtjen që ka brezi jot, apo çfarë? Në fakt, unë kam nisur që i vogël, që është e vërteta, kur isha në shtëpi, filloja shifja moderator, një ndër to keni qenë edhe ju. Edhe imitoja. Tjetër. Dhe kam pasur, thoja, me vete, unë po rrinë shtëpi tani, ndërkohë këto janë live, me shumë njerëz, në një program, në një studio, larg Tiranës, me mikrofona, aty i shef gjithë Tirana, i shef gjithë Shqipëria, i shef gjithë diaspora, dhe doja që është e vërteta famë. Por nuk e dija çfarë do të thotë famë. Sepse të jesh famoz është pak e vështirë, besoj, nuk është diçka fort e lehtë, aq më shumë të jesh famoz në Shqipëri, sepse sot në Shqipëri ti mund të bësh famoz. Dhe që ishte shkolla e Vera Grabockës, shkollë e madhe, që ka prodhu shumë... Unë mendoj që shkolla më e mirë e moderimit, nëse unë të them shkollë, më kuptonë gjithmonë në shkollë më thonjë, shkolla më e mirë e moderimit në Shqipëri është shkolla e Grabockës, Vera Grabockës, të cilën unë kam pasur fatin të punoj me të, por rreth 2 viteve, e kam thënë dhe në studiot të tjera televizive, Vera është një fakultet më vete. Janë disa persona në Shqipëri që unë i quaj fakultet, një ndërtor të Vera Grabocka, cilën unë e përshëndes përzemërsisht, dhe jam falenderues për atë çka jo më ka dhënë që unë t'jem sot këtu.